Përshëndetje, shenjë dashur e binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme për faktin se strehon një hënë të re në shenjën e Gafores për ju banesa e dytë, që do të thotë çfarëdo logjika të bëjë me financa, duket se po i rishqyrtoni, po i rishikoni, po gjeni mundësi fitimi, përfitimi, korrigjimi të çfarë ndodhi më përpara. Nuk do të jetë e lehtë të çoni ose të sistemoni një çështje ekonomiko-financiare, por që them se në fund edhe mund t'ja dilni. Sido që të jetë, do flasim për këtë hënë të re veçmas parashikimeve që po bëjmë tani. Ju sido që të jetë, nëse shikoni të nevojshme, të arsyeshme, të rezervoni takimin tuaj në privat, atëherë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë, përsa i përket ditës së nesërme, shumë udhëtime ose çfarëdo gjë ka të bëjë me biseda rreth udhëtimeve, rreth tregtisë, ju fola për financa apo jo, por që financa të mëdha, po flasim këtu për kapitale, nuk po flasim për gjëra të vogla. Pra, çfarëdo gjë ju lidh me tregtin, çfarëdo gjë ju lidh me klientelën, çfarëdo gjë ju lidh me turizmin, çfarëdo gjë ju lidh me investimet ndoshta në këtë sektor, atëherë nesër dita premton shumë për sa i përket çështjeve të tilla. Dhe kjo si letër ato çka ka si mesazh është që po nis diçka shumë e bukur për sa i përket parave, të ardhurave, të hollave në përgjithësi. Nuk është shumë e lehtë për t'u arritur fillimisht, domethënë në fillim duket se po ecën me shumë vështirësi të mëdha, por ama çon në rezultate me të vërtet shumë të mira. Kështu që përsa i përket udhëtimeve, përsa i përket çështjeve që ju thash lidhen me fushat caktuara apo dhe ju lidh puna dhe prisni të ardhura prej tyre, atëherë duket se çdo gjë nis pak në mënyrë të vështirë, por që në fund shkon atje ku duhet të shkojë. Përsa i përket ditës së martë, ja ku jemi. E thoni tani që nuk janë të lidhura gjërat bashkë. Pra ju shtohen të ardhurat, vetëm se këtu ditën e martë janë nga burime që nuk i prisnit. Për shembull, mund të kishte dhënë diçka dikujt një farë periudhe të caktuar dhe tani u kthen por që e kishte haruar fare që u kishte ndoshta këtë borxh. Ose vjen dikush dhe thjesht ju financon, ju ndihmon financiarisht. Të shtet lëri fjalët se janë çdo fukarallëk, le të themi thjesht që shtohen të ardhurat ditën e martë, por janë nga burime të cilat nuk i prisni ose kishte haruar që ekzistonin. Ose mund të jetë edhe ai momenti ku shumë seriozisht mendoni se duhet të investoni në diçka tjetër, duhet të investoni në diçka më shumë, duhet të gjeni një burim tjetër të ardhurash dhe duket se ja dini shumë mirë, por dikush do ju ndihmojë për të arritur këtë gjë fillimisht, para se të bëheni të pavarur. Përsa i përket ditës së mërkurë, gjithë bota është e juaja dhe nuk mund ta zgjash më shumë se kaq. Pra duket që kjo javë për ju është shumë e rëndësishme dhe uroj ta shfrytëzoni si të jetë e tillë. E vërteta është që brenda kësaj jave ju të dieni që të parë jeni më tepër të ndikuar, por që edhe më pak juve të dieni që të fundit, juve të dieni që të dytë jeni çik në gjumë, sikurse kemi thënë, por që sido që të jetë këtu keni mundësi të arrini një objektivin tuaj shumë të madh. Se çfarë është kjo, nuk e di, këtë gjë dini ju, se ka lidhje me biznesin, se ka lidhje me punën tuaj, se ka lidhje me studimet, se ka lidhje me jetën personale, me çfarëdo gjë që qoftë, sukses shumë i madh dhe jo nuk zgjat një ditë e dy, por ju ndryshon komplet jetën tuaj. Dhe kjo gjë është e dukshme ditën e mërkurë. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita enjte është dita ku shumë prej juve mund t'ju duhet të bëni ndryshime në jetën tuaj. Çfarë ndryshime? Të tipit largojmë nga një vend pune, po pozicionojmë diku në një punë tjetër. Largojmë nga një marrëdhënie në çift për tu sistemuar diku tjetër. Ikim nga një banesë që nuk ishte funksionale për të qëndruar në një banesë tjetër. Largojmë nga një bashkëpunim për të nisur një bashkëpunim tjetër. Do me thënë është ktheni një faqe të re në jetën tuaj, guxoni ta bëni këtë gjë edhe pse frika është në fillim se si do më shkoj, por që çdo gjë ka për t'ju shkuar shumë mirë. Por ju që keni bërë pak më përpara këtë nismë, atëherë tani do shikoni rezultate që me të vërtet ju sa thuash ju vlerësojnë për atë çka realisht keni nisur. Por ju që po e nisni, ju pret po e njëjti fat. Pra çdo gjë ka për të shkuar shumë mirë. Fundja ishte shumë e nevojshme që të ndodhte ky ndryshim në jetën tuaj, por ta merrni këtë lloj vendimi. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e dy letra, por përsa i përket ditës së premte nuk kam çfarë t'i bëj. Më njanoni shmangjuni debateve, se do të ketë plot me sa duket ditën e premte debate, njerëz të cilët do të duan t'ju ngrisin nervat dhe t'ju acarojnë. Ju më tepër preferoni të fokusoni tek vetja juaj, tek nevojat tuaja, kujdesuni pak më shumë për veten tuaj, do të thënë
është një shprehje, por nuk dua ta them. Nëse sido që të jetë, evitoni çfarëdo lloj gjëje ju intrigon apo ju intrigon për të hyrë, për të nisur një debat dhe mbajini larg ta individ nga jeta juaj, thjesht fokusoni tek vetja juaj dhe kuptoni që keni ju më tepër rëndësi, mos u azjasni shumë. Për sa i përket ditës së shtunë, për të gjithë juve që të kuptoni ditën e premte se jeni lodhur nga sjellja e një individi dhe se kjo gjë nuk ju lejon që të jeni mirë me veten tuaj, sikurse ua përshkrova, atëherë mund të vendosni ditën e shtunë për një divorc. Ose thjesht ndodhi një ndarje, kështu bam sepse u lodhët. Dhe për sa i përket, e vendosni ju ama, e vendosni ju. Për sa i përket pastaj ditës së diel, tani kujdes, jeni gjithmonë varet se kush është në këtë lloj faze. Pra, jeni disa prej jush të cilët do arrini ditën e shtunë në atë lloj përfundimi, ose mos e ndoshta do kërcënoni tjetrin, çdo që të jetë, sidomos nëse nuk po ju ecin situata siç doni ju, dhe ditën e diel tjetri detyrohet edhe ju thot ok, në rregull, hajde se po e bëjmë një fejes, po e bëjmë një martesë, po e nisim një bashkëtesë, unë nuk ua këshilloj sepse nuk do ju dali mirë më vonë, megjithatë mund të jetë kjo situata. Situata tjetër është e tipit disa prej jush e mbyllni me një diçka që nuk shkon në jetën tuaj, ndërkohë që disa të tjerë shumë mirë arrini në konkluzionin se jeni mirë së bashku dhe duhet të merrni një vendim edhe për më shumë akoma për sa i përket ardhmes. Pra disa ndaheni po kështu do vej dhe disa nga ana tjetër angazhoheni në premtime të përjetshme për të qenë gjithmonë bashkë. Pra duket se një marrëdhënie për disa prej jush po shkon vërtet seriozisht dhe mund të flistet për një fejes, një martesë ose një bashkëtesë. Tek shumë mbyllet java dhe për ju. Përshëndetje shenjë dashi, dhe ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle në këtë javë të re, kismet të ri, me hënë të re, në shenjën e Gafurës që për ju në fakt është goxha e rëndësishme kjo hëna e re, krijon aspekte me ata dy planetë që aktualisht ndodhen në shenjën tuaj, si Neptuni edhe Saturni, për sa i përket çështjeve që lidhen ngushtë me familjen, me të kaluarën, me vendbanimin, me vendqëndrimin, me një banesë, me një shpërngulje, me një bashkëtesë. Do jeni të angazhuar plot me gjëra të tilla. Tani të them që 100% ecin mirë gjërat, nuk e them dot, por që sido që të jetë, le të themi që pavarësisht vështirësive, po keni mundësi të arrini atje ku duhet të arrini. Sido që të jetë, dini shumë mirë, këto janë parashikime që do bëhen më vonë përsa i përket kësaj hëne, por që sido që të jetë, nisi me parashikimet për kësaj jave. Nuk harroni nëse dëshironi të më kontaktoni në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është një ditë e cila ndihmon të stabilizoheni. Ju që keni pas probleme me shëndetin, duket se jeni akoma duke rikuperuar. Ju që keni pas probleme me financa, duket se do të keni ide, ose përmes bisedave që do të zhvilloni nesër, të gjeni zgjidhje në këto probleme financiare që keni, dhe në vija të përgjithshme le të themi që çfarëdo lloj bisede, çfarëdo lloj ideje, çfarëdo lloj mendimi keni nesër në përputhje me të ardhmen tuaj, me stabilitetin ose jo vetëm stabilitet ekonomiko-financiar, por edhe material në përgjithësi në jetën tuaj, duket se nesër ju favorizon shumë dita për çështje të tilla. Pra duket se jepet mundësia të rikrijoni ose të ristrukturoni jetën tuaj. Tash, kush ka pas probleme me shëndetin është akoma duke rikuperuar dhe plot kaluam të gjithë me shëndetin. Përsa i përket ditës së dytë të javës, dita e martë ju tregon se vërtet keni mundësi të arrini shumë lart, përsa i përket objektivave tuaja, po flasim gjithmonë, dhe të keni sukses, por që të arrini aty lart dhe të keni sukses, duhet që të dini të përshtateni. Fundja Saturni atë gjë sjell në atë ka si parim, do me thënë, përshtatshmërinë, kompromisin, maturimin, kështu që keni mundësi të arrini shumë lart, keni mundësi të korrni sukses aty ku doni vërtet të keni sukses, por kushti është që ju të përshtateni në këto kushtet e reja të dini të përshtateni, në këto kushtet e reja të jetës tuaj. Kjo do të thotë që përshtatem edhe përsa i përket ekonomiko-financiarisht, do me thënë, mundohem të shikoj se si situata po ecën, sa më leverdis, as më leverdis, që ose nuk më leverdis, nuk hidhem edhe unë në sulëm, por qëndroj pasiv ose qëndroj vigjilent, shikoj mundësit, në qoftë se jeni duke menduar për një bashkëtesë, po çdo gjë mirë do eci, por në qoftë se gjithmonë do dini të përshtateni, në qoftë se sapo keni nisur një martesë apo çfarëdo gjë po bëni në jetën tuaj, një bashkëpunim ndoshta, jeni në një
pozicion të ripune, apo çfarëdo gjë që qoftë, sikurse po ju them, atëherë sa më mirë të dini të përshtateni këto kushte të reja të jetës tuaj, aq më mirë dhe ju del. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju bën të ndjeni paksa depresiv, do thosha. Do të thënë nuk është e thënë me se s'bën që kjo letër të jetë konkretisht siç e shohim situatën. Nuk do të thotë me se s'bën se ju jeni të varfër, do të thonë i humbët të gjitha, edhe pse nuk mund ta përjashtoj si mundësi, por që nejse sido që të jetë kthehemi më tepër në dhe e shohim në plan psikologjik. Do të thënë kthehemi së brendshmi dhe e shohim dhe po ka mundësi që ditën e mërkurë të ndjeni shumë të pakët në jetën tuaj, shumë të varfër në jetën tuaj, përsa i përket cilësisë së jetës tuaj, përsa i përket arritjeve që keni pas deri më tani, do të thënë nuk do të jeni mjaftueshëm të kënaqur me jetën tuaj në përgjithësi. Është gjë e mirë kjo, jo gjithmonë është gjë e keqe. Gjithmonë kur arrim në këto lloj momentesh, reflektojmë më mirë edhe kemi mundësi ta ndryshojmë realitetin. Kështu që nëse do të ndjeni disi të tillë ditën e mërkurë, kuptoni që nuk është për më keq, përkundrazi është për më mirë, për të pasur mundësinë për ta ndryshuar cilësinë e jetës tuaj. Tani, çfarë do ju jepja si këshill përsa i përket ditës së mërkurë, nuk investojmë, nuk hedhim në treg para, nuk qarkullojmë para, nuk nxjerrim nga xhepi ynë. Pse? Sepse mund të arrijmë pastaj në tilla kushte. Por përsa i përket çdo gjë tjetër, për shembull ndiem i varfër përsa i përket dashurisë, ndjenjave, atëherë nuk e gjet personin e duhur, ose je me personin e gabuar, ke akoma mundësi ta korrigjosh këtë gjë. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e sa thua realizimit të dëshirave, dhe shiko nuk është një dëshirë e cila realizohet brenda kësaj dite, do të thotë që është ka lidhje me diçka që ka nisur që ndoshta para një viti, mund të ketë filluar aty nga janari si ide apo si angazhim apo si objektiv për tu arritur dhe arrihet pikërisht tani, po që nuk është do të thonë nuk është se vetë dita e sjell këtë gjë, është një perkurs i gjerë dhe i gjatë ngjarjes së situatash. Kështu që sido që të jetë me pak fjalë të themi që një ëndër e juaja ose një dëshirë e juaja realizohet dhe realizohet më së miri ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita shikoni si po ecni, do të thënë pse tani do më thoni juve mua, sepse siç ju kam mësuar dhe do ta dini deri më tani, energji kapim. Do të thënë këto lexime që bëjmë me anë të letrave, të tarove, të orakullit, çfarëdo gjërash qofshin, thjesht kapin frekuenca e individësh të caktuar. Atëherë dita e premte çfarë tregon? Që ose ju jeni në një situatë që ju mban të bllokuar dhe nuk ju lejon të jetoni jetën, të shijoni jetën, mund të jetë një çështje shëndetësore, mund të jetë çështje ekonomiko-financiare, mund të jetë në marrëdhënien e gabuar me personin e gabuar që nuk ju jep, nuk ju lejon të ndizet drita jeshile për të ecur përpara, ose psikologjikisht jeni të rënduar në varësi se çfarë kushtesh jeni duke jetuar aktualisht, ose vërtet ju gjen prapak angjëllave, por pse? Që të mund të reflektoni, është një moment kush do dita sa thua shfrytëzoj siç duhet, këtë gjë qoftë nëse ju prek psikologjikisht ose nëse ju prek konkretisht, atëherë do thosha është një moment që vërtet kërkon që ju të reflektoni, të kuptoni se jo më kot po ndodh kjo gjë që po ndodh, keni akoma mundësi ta ndryshoni realitetin ose keni akoma mundësi të korrigjoheni dhe mos të përsërisni më situata të tilla. Por që sido që të jetë kjo situata e ditës së premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë mbroni marrëdhënien tuaj sepse dikush edhe nuk duket se është e dy që po them këtë gjë, ka shumë gjasa që një person tjetër po mundohet të bëhet të hyjë midis jush si çift, nuk është thënë se s'bën të jetë një person i tretë, por mund të jetë një vjerë, për shembull që ju futunët, një kunat, mund të jetë një person që thjesht nuk ju do të jeni realisht bashkë, juve si individ. Bëni kujdes me këtë pjesë, ose nëse jeni ju që po mundoni të hyni mes një çifti tjetër, atëherë kam frikë se do të kusoni keq. Përsa i përket ditës së, sigurisht, përsa i përket ditës së diel, bëni kujdes, mbroni ju thash lidhjet tuaja, marrëdhëniet tuaja në çift, ka shumë gjasa që dikush me të vërtetë dhe seriozisht e kanë tani, po mundohet me se s'bën t'ju largoj nga personi i jetës tuaj, në qoftë se gjithmonë. Nuk po them se ka për t'i arritur, do të thonë do mundohet, po nuk po them do ja arri. Po do mundohet sido që të jetë. Tani përsa i përket juve, ju mos mu bëni gabime të tilla, ju mos mu përfshini në trekëndshë dashurie që i krijoni juve vetë, sepse do ta pësoni keq. Ose mos ta them më, sepse do ta pësoni vërtet keq. Përshëndetje shenjë dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri një javë të re, që uroj të jetë shumë e bukur, shumë e mirë, me mundësi ndryshe nga ç'mund të ishte muaj deri tani, nuk mund ta quanim qershorin dhe muajin më të mirë të mundshëm, por çdo të jetë, çka kishte për të dhënë edhe ai ziu qershor. Na presin gjëra më të mira aty në Korik
besoj dhe shpresoj, sido që tjetër është një javë me një hënë të re, në shenjën e gafores, komunikimi për ju shumë i rëndësishëm, kontakte të reja që krijojnë tani, përsa i përket, nuk e di mbase ju lind dëshira për të blerë një mjet ose një transporti ka fjalën, ose me teknologjinë nuk e di që ose keni dëshirë të blini diçka, një pajisje, një çfarë do gjë qoftë, por që edhe udhëtimet favorizohen të shkurtra. Kështu që në përgjithësi le të them përsa i përket komunikimit, përsa i përket transportit, përsa i përket turizmit, juve qenë në këto fusha, përsa i përket mediave, atëherë le të themi diçka e mirë po vjen, ose nëse prisit një mesazh t'ju mbrinte, duket se ju mbërin. Sido që dihet për më shumë, nëse keni dëshirë, mund të më kontaktoni në WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj më të detajuar. Atëherë përsa i përket ditës së hënë, po sigurisht sikur se po thoshim, dita e hënë i jep mundësi për të biseduar ose për të zgjidhur çështje të cilat lidhje kanë me banesën tuaj, shtëpia, banesa, një çështje trashëgimie, një çfarë do gjë ju lidh me gjëra të tilla, pra, duket se favorizohet shumë ditën e nesërme, përsa i përket shëndetit, njësoj si dashi edhe ju, të njëjtat letra, e njëjta të paktën, keni mundësi rikuperimi, pra po e merrni veten nga një situatë ndoshta problematike ose çike vështirë shëndetësore, për një bashkëtesë nëse po diskutoni ose po mendoni do ta diskutoni mirë nesër, por edhe për një çështje banese në përgjithësi, sikurse po ju them. Avash po arrini stabilitet, do e kuptoni këtë gjë nesër. Domethënë, sido që të vënë gjërat, stabilitet keni arritur dhe po arrini ekonomiko-financiar dhe në përgjithësi në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së martë, për çështje shumë të rëndësishme, për gjëra që do t'i komunikoni, për fjalë që do t'i thoni, për vendime që do të merrni, të rëndësishme kam fjalën, mirë do të ishte të mos pozicionoheshit akoma. Dhe nëse po ju trysnojnë individ të caktuar të merrni vendime të caktuara, atëherë prisni momentin tuaj dhe keni besim te ky proces. Akoma nuk është momenti, domethënë dhe sikur të mundoheshit juve maksimumin të bënit, ditën ta kthenit natë dhe natën në ditë, nuk do arrini dot diçka. Pse? Sepse keni nevojë së pari të qartësoni mendimet tuaja dhe duke qenë se kjo nuk është ende e mundur, jeni akoma në proces reflektimi, është e kohë që të pozicionoheni për çfarëdo lloj situate apo nuk e di, çfarëdo lloj gjë ju kërkohet pra të pozicionoheni. Shtyheni sa më shumë të jetë e mundur. Për sa i përket ditës së mërkur, ju qeni meshkuj, kot e lodhni këtë të shkretën femër lart e poshtë, bëjeni të qartë se çfarë realisht kërkoni prej saj ose qartësoni dhe ju në idet tuaja, është e kohë të mbisni më shumë kohë. Ju qeni femra, po ky mashkull ju mendon, po që çështja është se s'po pozicionohet akoma dhe kjo po ju lodh, po ju frustron. Megjithatë, për çfarëdo lloj situatash janë kështu të lëna pezull dhe kam në përgjithësi fjalën, Koriku sjell mundësi që të qartësohen një herë mirë, uroj. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e hapjes së syve, është dita që kuptojmë, janë ato momente ku mendoja se isha në gjumë dhe çuditërisht si të hapen syt, shikoni çfarë realiteti është, shikoni realitetin për atë çfarë realisht është. Është një ditë ku intuita juaj do të jetë goxha e lartësuar, keni besim tek intuita juaj, nuk do të gaboni nëse dëgjoni atë dhe në përgjithësi nëse merrni vendime në bazë të intuitës tuaj, çfarë intuita juaj ju thotë, atëherë them se keni për t'ia dhënë shumë mirë. Keni një thellësi mendore shumë të elevuar, të paktën përsa i përket ditës së enjte dhe sigurisht nuk keni për të gabuar në çfarëdo lloj situate që të ndodheni, por që keni besim tek intuita juaj nuk do ju dalë keq. Përsa i përket pastaj ditës së enjtja, po. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e premtimeve të mëdha. Çfarëdo gjë mund të ketë të bëj kjo me premtimet e mëdha. Pra, premtime një herë para që mbahen, çfarëdo premtime qofshin. Biseda të cilat janë konkrete dhe sigurisht do sjellin rezultat. Kontakte për të cilat vlen po e njëjta gjë, pra kontakte që vijnë tani në jetën tuaj, individ që tani vendosen në jetën tuaj, por që premtojnë shumë përsa i përket të ardhmes. Është një ditë shumë e bukur për të ndarë mendjen nëse do fejoheni, martoheni, bashkëtoni. Çfarëdo lloj marrëveshje litet tani do të zgjatet, do të ketë kozgjatë, do të ketë goxha fitime dhe përfitime. Domethënë si të thuash, është dita e diçkaje që fillon dhe ka premisa shumë të mëdha përsa i përket zhvillimit në të ardhmen. E premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë do kuptoni se sa me fat jeni dhe se fatu që demi jeni një çik shumë skeptik përsa i përket këtyre gjërave. Të orakullit, në përgjithësi domethënë shkencave okulte. Prap
kur përballeni me vërtetësinë e këtyre shkencave, atëherë ose me misticizmin apo çfarëdo gjë qoftë, bëheni ju besimtarët më të mëdhenj. Sido që të jetë, dita e shtun t'ju tregoj shumë qartë që keni lindur me këmish ose që jeni me shumë fat ose që më në fund e kuptoni se diçka ju mbron, diçka përtej kësaj bote dhe këtij realiteti. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel, likni nisuni për një udhëtim nëse keni mundësi, nëse keni pas probleme në çift, keni mundësi të rikuperoni përmes një udhëtimi që do të bëni, ose mbase nuk e di, ju ftoj në dasmën e dikujt, dikush martohet dhe ju jeni pjesë e kësaj martese, kësaj tiahegu, kësaj dasme, por që këtu ka mundësi të takoni të personin e jetës tuaj, kështu që hapni syt të bëjni 4 kur të shkoni atje. Përshëndetje, shenjë bukur dhe dashur e Gafores që këtë javë përshëndes, nëse ju përshëndet kjo javë me një hënë të re në shenjën tuaj që do munduhet të shkëta hënë t'ju mbushi me pozitivitet dhe me që të themi tani, përsa i përket të ardhmes, optimizëm përsa i përket të ardhmes, por që ka dhe plot gjëra të tjera, të cilat nuk ju lën tamam ta shihoni suksesin apo një nismë të re apo çfarëdo objektivi që po vendosni realisht në jetën tuaj, pra duket se keni sukses nga një ranë, por nga ana tjetër ka diçka që nuk ju lejon ta shihoni si çdoni ju këtë sukses. Sido që të jetë në mënyrë detajuar do flasim për këtë hënën e re në shenjën tuaj dhe çfarë ndikimesh do të ketë mbi ju dhe të tjerët. Ju për parashikime personale, drejt për së drejti vetëm për ju, më shkruani për të rezervuar takimin tuaj në privat në numrin WhatsApp 069 640 2290 90 do me thënë. Tani, dita e hënë, po sigurisht që akoma nuk keni shpëtuar nga vuajtjet e mëdha, një pjesë e mire juaj, akoma jeni duke vuajtur pasojat e vendimarrjeve të gabuara të së kaluarës, e një tradhtie, të një humbjeje të një personi, të një martese, të një vendi pune, të një humbjeje ndoshta me natyrë ekonomiko-financiare, çfarëdo gjë qoftë kjo, shiko zakonisht kjo është ajo që tregon sakrificën. Kjo është ajo që tregon martirizimin. Do të thotë që mbase ju në një të kaluar jeni sakrifikuar jashtëmase shumë për të mirën e të tjerëve dhe keni haruar veten tuaj dhe tashmë jeni gati që ashtu sikurse vetë me vedije të plot si thash martirizuat për të tjerë, tani nuk doni mund ta bëni këtë gjë, po doni ta ktheni përqendrimin tek vetja juaj. Pra po kalojnë avash vështirësitë. Këto janë ndoshta momentet e fundit që ju lidhin me vuajtjet tuaja, prej këtij në vazhdim ju pret një sukses shumë i madh, por të paktën kjo vjen pikë së pari si një mirë kuptim me veten tuaj në mënyrë psikologjike. Më përpara bën paqe me veten. Ditën e hënë pranon ato çka ju thash dhe pastaj je gati për të vazhduar për para. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju rikujton edhe një herë se jo akoma nuk është momenti për të ndryshuar jetën, akoma nuk ka ardhur ky moment. Dhe edhe sikur ju të mundoheshit apo se thua të dëshironit apo të bëni çmos për ta sjellë ndryshimin pikërisht tani, ndryshimi nuk do vinte sepse akoma nuk ka ardhur momenti. Do me thënë, prisni, ende momenti juaj nuk ka ardhur, por keni besim tek procesi. Po sjell pikërisht atë gjë që ju dëshironi të keni, thjesht pak durim. Për sa i përket ditës së mërkurë, për çikëve që kërkoni një vend të ri pune, që kërkoni të keni sukses në karrierë, duket se ky sukses ju pret, për çfarëdo gjë ju lidh me çështje institucionale, me administratën, me shtetin, me çështje të tilla, zyra ndoshta të tilla, duket se keni një sukses shumë të madh. Nesër tu përfshihen sigurisht edhe ambasadat, as i bëhet fjalë, dhe çfarëdo gjë ju lidhve me ambasadat për sa i përket më tepër dokumentave që kërkoni të keni, thash, për sa i përket karrierës ky është sukses shumë i madh, për sa i përket shëndetit juve që keni pasur probleme me shëndetin, duket se përsëria dini shumë mirë dhe në përgjithësi është dita e suksesit. Nuk përjashtohet mundësia që ditën e mërkurë t'ju vijë një propozim për fejes, martesë, bashkëtesë ose për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm. Por sido që të jetë për çështje statusi, karriere, imazhi publik, është një ditë shumë e bukur për ju që do ta shfrytëzoni në maksimum. Ju lidh puna ditën e mërkurë me individ shumë të lartë, në poste shumë të larta dhe janë të gatshëm t'ju lejojnë të bëni pjesë e botës së tyre, kështu që mundoni ta shikoni me leverdik këtë pjesë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e fillimeve të reja, do me thënë këtu nisni në një punë të re, këtu po filloni me një lidhje të re, ose se thua është në qoftë se keni kohë që po prisni një individ të caktuar që mbase dhe nuk ka qenë afër jush, po diku larg.
Pra po flasim për një lidhje në distancë, të merrte një vendim, duket se ky person vjen pikërisht me vendimin që ju po prisnit, por që për çështje pune, për çështje ëndrash, arritje objektivash, edhe situatash të tilla, dhe dita e mërkur, po dhe dita e njëjtë sjellin një fillim të ri në jetën tuaj, një start pik nga e para ku suksesi është i garantuar. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte ju tregon shumë qartë se nuk e patë të lehtë arrim deri këtu, sigurisht ndryshimi që ka në jetën tuaj nuk ka qenë i lehtë për tu arritur, sidoqë që të jetë ka ardhë, asgjë nuk mund të jetë më ndryshe prej këtej në vazhdim, dhe sigurisht që nuk mund të keni më kthim pas. Kështu që kurajo, forcë, keni besim tek e ardhmja dhe vetja juaj dhe çdo gjë ka për të shkuar shumë mirë. Më kthim pas nuk ka. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, ditën e shtunë fokusoheni vëmendjen tuaj te katër putroshët tuaj ose te kafshët shtëpiake që keni. Nuk e di, ndoshta o do merrni një të re ose do ju dhurohet një e re ose do kujdeseni për kafshën që keni, por që sido që të jetë përmes tyre kuptoni se dashuria është, kafshët ose katër putroshat anë me të vërtetë që na tregojnë çdo ditë se dashuria duhet të jetë e pakushtëzuar. Ata nuk din ta kushtëzojnë dhe përmes tyre mësojmë ne të bëjmë të njëjtën gjë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dikush vjen dhe ju thotë diçka që është shumë i rëndësishëm si informacion për ju. Pra dikush ju tregon një sekret për veten e vet ose për dikë tjetër, por që do ju bëj të ndjeni mirë, ose do ju japi një informacion i cili do të jetë shumë i vyer për ju përsa i përket të ardhmes. Kështu që mundohuni të jeni pak të kapshëm përsa i përket kësaj gjë, nuk i di se kur do ju duhet ky informacion që do ju gjej ditën e diel. Përshëndetje, përshëndetje një bukur dhe dashur e Luanit, që Koriku them ka për të shkuar çik më tepër më mirë se sa qershori si muaj, megjithatë nuk kuptojmë që edhe qershori nuk ishte mirë, pati goxha gjëra apo jo. Dhe vazhdon të ketë, sido që të jetë, është një javë e re, uroj që çdo gjë të shkojë mirë në kësaj jave, keni pak punë për të bërë me veten tuaj, keni gjëra të cilat akoma duhet ti rishikoni, rishqyrtoni, rianalizoni me këtë hënë të re në shenjën e gafore, sigurisht banesa e 12 do të thotë punë me veten tuaj, me psikosintezën tuaj, me çështjet e së kaluarës, me frikë pasiguri që burojnë nga motive të fshehta, por edhe me çfarëdo gjë ka të bëjë me financat, juve që jeni çik kështu jetoni pak rrezikshëm, le të themi, ju do bëni kujdes do të jetë, pushteti është ndonjëherë dhe i bukur, po dhe ju merr jetën. Nëse sido që të jetë do flasim për këto në mënyrë analitike, ju nëse keni dëshirë të rezervoni takimin tuaj në privat, atëherë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani, vazhdojmë me ditën e hënë duke ju thënë se po sigurisht jeni çik në botën e ëndrave të çuditërave ju, dhe ju ka filluar çik, nuk jeni akoma duke u zgjuar. Një pjesë e mirë e juaja vërtet po ngatroni ëndrrën me realitetin. Dhe kujdes këtu përsa i përket lidhjeve një pikë së pari. Kujdes juve që jeni të martuar dhe keni përfshirë dhe një person tjetër në martesën tuaj, ose që jeni në një lidhje serioze, ose që jeni një bashkëtesë, edhe kuptoj se çfarë po them. Përsa i përket ekonomisë dhe financave, kujdes çfarëdo gjë do ju premtojë apo ju është premtuar, nuk është ashtu sikurse duket dhe do duket gabimi që keni bërë në çështje të tilla nesër. Pra nesër dalin në pak gabime që keni bërë në lidhje me financa, në lidhje me një person që keni lejuar të vinë në jetën tuaj, në lidhje me perceptime, ide, fantazira që keni pas në kokën tuaj dhe që nuk përkojnë me realitetin. Pra nesër do përballeni me situata të tilla. Përsa i përket ditës së martë, sigurisht që do vazhdoj situata apo jo. Pra kemi një farë zgjimi nga ëndrat ditën e hën, dita e martë vjen me bllokesa, vonesa, gjërat nuk ecin ashtu siç doni ju, do të jeni pak, jo pak, po do të jeni disi as në qiell, as në tokë, do të jeni vetëm të pasigurt përsa i përket të ardhmes, ju mbet pra siguria, zhgënjimi është pjesë e kësaj gjëje. Nëse sido që të jetë situatë që s'të thuash nuk zgjat shumë, pak zgjat, aq sa t'ju bëj të reflektoni përsa i përket momentit në të cilin jetoni dhe çfarë dëshironi të ndryshoni në lidhje me të. Këtu përfshihen çfarëdo gjëje që ka të bëjë me gabimet tuaja, çfarë realisht kërkoni nga marrëdhëniet tuaja në çift, si duhet të investoni projekte në vazhdim, ku dhe si, e rëndësishme, cilët jeni ju dhe çfarë raporti keni ju me veten tuaj, edhe në përgjithësi çështje të tilla. Po dita e hënë dhe dita e martë duan pak kujdes, sepse nëse nuk trajtohen siç duhen, mund t'ju vënë vërtet poshtë. Përsa i përket ditës së mërkurë, çështje që kanë të bëjnë me ligjin, që kanë të bëjnë me një situatë gjyqësore ose me një situatë ligjore, duket se ju troket në derë dhe zgjidhet.
zgjidhet në favorin tuaj, ose nëse ju lidhe puna me çështje të tilla, atëherë të thuash duket se gjërat dalin për mirë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte sjell realizimin e një ëndre ose të një objektivi, ose do të ndjeni përsëri se ka dhe një dritë jeshile diku aty në fund të tunelit, dhe jo çdo gjë ka humbur, ka një shpresë akoma për t'u realizuar. Ju që jeni artista do të keni një frymëzim me të vërtet fenomenal, dhe vërtet do të silli një projekt me të vërtet shumë të realizuar, shumë të bukur. Ju që jeni vetëm mund të gjeni një person I cili çfarë të them, I cili ju mbush me optimizëm dhe me entuziazëm për sa I përket të ardhmes, domethënë, dhe shumë prej jush edhe pse jo mund të arrini në realizimin e një ëndre ditën e enjte, diçka që keni dashur prej kohësh ta keni në jetën tuaj. Për sa I përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që nuk keni pse sabotoni gjithë gjërat të bukura që po ju them, pikërisht ditën e premte. Domethënë, duket sikur përsëri gabimi që keni bërë, përsëri gabimet, ndjesia e fajit, e pamjaftueshmërisë, se çdo gjë që është e bukur përsëri do prishet. Mos e lejoni këtë gjë t'ju bëhet përsëri pengesë. Do të lërini këto gjëra tani më. Domethënë, mundoni të fokusoni tek ajo çka është e ardhmja juaj. Edhe lërini këto gjëra mos ju prekin më. Domethënë, ecni mirë deri diku, nuk keni pse ktheni më kokën pas. Për sa I përket ditës së shtunë, këtu kujdes sepse dikush do të ketë tendencën t'ju gënjej, t'ju mashtroj, dhe kjo gjë nuk është gjë e mirë, ose kujdes se çfarë I thoni ju të tjerëve, sepse mund të dilni ju të tillë dhe ai ta mblidhi më pastaj gjën dhe situatën. Për sa I përket pastaj ditës së diel, ditën e diel ju fatlumët që doni të përmirësoni një marrëdhënie, s'ta thuash, në çift që keni pas probleme, dini dhe rikuperoni, ose nëse keni kohë që nuk jeni angazhuar në aktivitete të tilla në çift, duket se I jepni vetes një mundësi, dhe ju që jeni vetëm duket se do ju thurasi dikush në një takim dhe keni për të kaluar me të vërtet shumë bukur. Dhe kështu mbyllet edhe java për ju. Përshëndetje, shenjë Virgjëreshës, e bukur e dashur e mirë e Virgjëreshës, që nuk di çfarë t'ju them, do më thoni vetë si e keni kaluar, që e keni përjetuar deri tani këtë muaj, s'do të jetë këtu jemi në një javë të re, dhe të shpresojmë që do jetë një javë e bukur, sepse kështu duam ta shikojmë çdo javë të re që vjen. Ka mundësi kjo javë për ju ka, sidomos me çfarëdo gjë lidhet me kontaktet, me persona të fuqishëm që ju mbështesin, me një ide, me një ëndër që doni ta çoni përpara, me një objektivin tuaj që doni ta arrini, por që ju ndihmon shumë shoqëria të shkoni deri diku, ose me një person të re që vjen në jetën tuaj përmes shoqërisë, për çfarëdo aktiviteti shoqëror, kulturor e me radhë që vjen në favorin tuaj, e me radhë, domethënë sepse tut ju asjell hëna e re në shenjën e gafores, me vështirësi në fakt fillimisht, me kish kuptime ndoshta ose me pengesa, por që them se objektivi deri diku arrihet. Tani për më shumë sigurisht do flasim në analizën do I bëjmë kësaj hëne të re, por parashikime pastaj detajuara në privat, sigurisht që më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Atëherë përsa I përket ditës së hënë, sigurisht po flasim për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, po flasim për një ortakëri shumë të rëndësishme, ta marrim mirë nga ana profesionale, që me të vërtet ka për t'ju dhënë shumë dhe ka për t'ju çuar shumë lart, por edhe përsa I përket martesës tuaj dhe përsa I përket një propozimi që mbase ju bëhet nesër për fejes, martesë, bashkëtesë, ose nëse jeni të sapo martuar, duket se për të tilla çështje ose me të tilla çështje jeni të angazhuar ditën e nesërme, por që për çdo gjë që po nis, po fillon tani dhe ka të bëjë me çështje të tilla, besoni janë të papërsëritshme dhe janë ato çka me sa duket gjithmonë keni pritur të kishit në jetën tuaj. Përsa I përket ditës së martë, e njëjta gjë blen, domethënë këtu po filloni kapitulli I ri në jetën tuaj, nuk ka qenë ndër gjërat më të lehta dhe as nuk po duket të jetë I tillë, thjesht po lejoni rrymën, po lejoni fazën t'ju çuhet ku ka për t'ju çuar, nuk po kundërshtoni, nuk po bëni pyetje, thjesht po e lejoni këtë gjë të vitë të ndodhi në jetën tuaj dhe shumë mirë po bëni. Ndoshta tani duket sigurisht e zymt situata, por që do kuptoni pak më vonë se ku synonte dhe ka për t'ju dalë për mirë, për shumë mirë. Kështu që nëse jeni në një ambient të ri pune, nëse po nisni dhe jeni të angazhuar me diçka të re në karrierën tuaj, nëse po ndryshon diçka në jetën tuaj në përgjithësi, nëse po nisni një biznes ose një aktivitet, nëse
se mbase jeni në fazën e shtatzanie, që varet se si u gjeti, atë le të themi se thjesht vazhdoni dhe ecni përpara dhe lëreni rastësinë apo lëreni procesin të bëj punën e vet. Përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur keni mundësi të kuptoni çfarë ndodh pas dyerve të mbyllura. Do të thotë që çfarëdo gjë pas e ka qenë e fshet në jetën tuaj qartësohet, kthjellohet, ju kthjelloheni përmes të vërtetave që mësoni ose që lejoni vetes të mësoni, sigurisht do përballeni me të vërteta që edhe i përballoni dhe si përballoni dot, por e rëndësishme është një gjë. Jeni në një fazë ku një derë po mbyllet në jetën tuaj për të hapur një derë e re. Kështu imagjinojeni këtë ditën e mërkur, një derë po mbyllet për të hapur një derë edhe më e madhe akoma. Pra po mbyllni diçka për të nisur diçka të re dhe po sekrete që keni pas në jetën tuaj nuk janë më sekrete, sepse tani çdo gjë duket se po e merrni vesh, po e mësoni, të paktën do dini prej këtej në vazhdim se si të silleni. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte sjell shumë fat në jetën tuaj dhe kot nuk po ua them, vërtet mbyllet një derë në jetën tuaj ditën e enjte. Më falni, ditën e ditën e mërkur jemi. Jo, ditën e enjte pra. Ditën e enjte mbyllet vërtet një derë, sikurse ju thash, e rëndësishme, me dhimbje, me të kuptuarit se si ishte puna, çfarë ndodhi të shifnit ju, po ishte gjithmonë aty. Dhe ditën e premte ju pret një fat më të vërtet shumë i madh. Ktu pikërisht dhe pikë së pari preken financat, por që në përgjithësi është let fati, ditë fati, të cilën duhet ta shfrytëzoni në maksimum. Kjo ishte e enjtja. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita, siç ju thash, lëreni procesin të ndodhi, lëreni, lëshoni dhe mos e kundështoni fatin tuaj dhe ku t'ju dali, nuk ka për t'ju dalë për keq. Do të thënë, kjo është një javë që me të vërtet ju përjashto që ka të ditën e mërkur që ishte pak e vështirë për sa i përket gjave që do zbuloni, do kuptoni, dhe do hapni syt tjere për gjithmonë, dhe kjo hapja syve nuk është e lehtë, është proces goxha i vështirë. Gjithë pjesa tjetër është më se okay, kështu që them se gjërat ju shkojnë mirë, nuk ju shkojnë keq, thjesht keni besim tek procesi, ka një arsye pse gjërat po ndodhin në këtë lloj mënyre siç po ndodhin. Kështu që në qoftë se tazëm keni pengesa ditën e premte në realizimin e diçkaje, është e gjitha pjesë e një procesi dhe mos u ndjeni keq, mos e kundërshtoni, lëni gjërat të ndodhin siç kanë për të ndodhur. Përsa i përket ditës së shtunë, një pjesë e mirë e juaja keni një farë problemi në çift për shkak se ose jeni larg me personin e zemrës, larg, kam fjalën fizikisht, do të thonë, për sa i përket kilometrave, ose jeni thjesht larg sepse jeni larguar nga një tjetri, ekziston një ftoje midis jush. Por që sido që të jetë, është diçka që mund të korrigjohet nëse gjithmonë vendosni për bazë mirëkuptimin edhe dashamirësinë për ta kuptuar njëri tjetrin dhe për ta zgjidhur këtë situatë. Dhe përsa i përket ditës së diel, kujdes, ka një farë rreziku aty diku vërdall në jetën tuaj, dhe kjo më tepër përqendrohet tek shëndeti. Më duket se po e lodhni shumë veten, më shumë nga ç'duhet, nuk po i kushtoni mjaftueshëm rëndësi shëndetit tuaj, mirëqenies tuaj, dhe kjo gjë do o zoti Matthew prap. Do me thënë, bëni kujdes, sepse nëse po i lodhni shumë veten me pak fjalë, do e pësoni prap në shëndet, është ideja. Megjithatë, ka dhe shumë gjasa që të zbulohet diçka. Do të thënë, jeni në këtë fazë të zbulimit, të zbulimeve këtë javë. Ka shumë gjasa që dita e diel të vide me një zbulim të caktuar në lidhje me çfarë do gjë, nuk e di me çfarë do lidhje me jetën personale, profesionale, karrierës, të thashë temeve të personave që kanë një armiq, nuk e di, por që me kujdes, pastaj se çfarë masa është domeni. Në vijë të përgjithshme pa kujdes ditën e diel me çfarë do gjërash sjell dita e diel në jetën tuaj. Për shëndetje, shenjë ëmbël e peshores, ëmbël edhe vdekje prurëse e peshores për këdo që ju nje. Nëse në vija të përgjithshme, nuk dit ju them nëse ky muaj ka qenë më i miri për ju. Megjithatë, jemi akoma në brenda procesit të tillë, të zhvillimeve të tilla, si bëhet fjalë. Kjo javë ju përshëndet me një hëndër re në shenjën e gafores. Sigurisht që ndikon tek ju, flasim për karrierën, flasim për statusin, flasim për martesën, flasim për gjëra të tilla tek të cilat ju ndikon kjo hëna e re. Keni ide ose keni propozime, masë ndoshta keni dhe oferta, po duket sikur gjërat diku kanë ngecur apo jo. Sido që të jetë pavarësisht këtyre problematikave, duke qenë se kjo hënë e re krijon dhe aspekte me planetet që i kemi në dash,
Përsa i përket kontratave të rëndësishme që lidhen me punën, me karrierën ose me martesën tuaj, marrëdhënien tuaj në çift, duket se diçka aty nuk po gjendet mirë muhabeti siç duhet, por që në fund se gjërat duhet të qëndrojnë pozitive, të them që gjërat në fund do gjeni një farzidhje. Sido që për parashikime më të detajuara personale, më shkruani në WhatsApp 069 640 2290. Atëherë, përsa i përket tani ditës së hënë, dita e hënë ju gjen në një fazë ndryshimesh. Në një fazë dua të iki, dua të jetë gjitha pas, më duhet një farë momenti të reflektoj, të mbledh veten, të shikoj se çfarë do bëj, por që sido që të jetë nesër dita mund t'ju gjej në udhëtime për punë, për shembull, dhe ta mirëprisni këtë gjë, sepse me sa duket në jetën tuaj nuk është aq mirë situata dhe keni nevojë të shkëputeni paksa nga çështje personale, ndërpersonale, familjare e të tilla me radhë. Dhe në përgjithësi them se edhe sikur të mos dalë një mundësi e tillë, pra përmes punës, mund ta krijoni edhe juve vetë. Do të thonë, keni nevojë për një time out, keni nevojë për të pushuar paksa, dhe me sa duket për këtë gjë do të jeni tepër të angazhuar nesër dita pra. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që po jeni të kënaqur me arritjet tuaja deri më tani, me performancën tuaj dhe në familje, dhe në çift, dhe në shoqëri, dhe në karrierën tuaj, ndjeni mjaftoshëm matur, do me thënë, jeni krenar për veten, dhe me gjithë çka keni arritur deri më tani. Dhe jeni edhe më krenar akoma, kur të tjerët janë krenar gjithashtu për ju dhe u afon këtë gjë. Por që prap ka mbetur diçka të cilën ende nuk e keni realizuar. Do me thënë, është një ëndër e vjetër, është një dëshirë e vjetër, është një nuk e di, një ëndër që e keni pas në sirtar, e keni ende dhe ka ardhur momenti sipas jush ta ktheni në realitet. Dhe për këtë që do të punoni prej këtej në vazhdim. Pra, mendoni dhe ndjeni ditën e martë, pavarësisht arritjeve tuaja të deri më tanishme, dhe të suksesit që keni pas dhe keni, se ka ardhur momenti diçka që nuk e keni realizuar deri më sot, ta realizoni. A ju del për mirë, po ju del për shumë mirë dhe shumë mirë bëni që po e rimendoni ose po e shqyrtoni pikërisht tani. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkurit jep mundësinë që nëse keni pas një debat me një person, për shembull, nëse keni pas një keqkuptim, nëse ka mbetur diçka si bisedë e hapur apo si luftë e hapur me dikë, të keni mundësinë ta mbyllni këtu. Ose nëse se dikush luante me mendimet tuaja deri dje, domethënë të tipit ka mbaruar marrëdhënia jon, pa akoma ky person është në mendjen time, keni mundësinë ta ishni njëre përgjithmonë nga jeta juaj. Pra është ajo dita e cila ju mundson që për çfarëdo gjëje i ka ikur koha, i ka ikë momenti, nuk mund të vazhdoj më, të mbaroj pikërisht aty, pra i mbyllni aty dhe çështjet e fundit. Mund të jetë çfarëdo gjëje, nuk është të thënë se s'bën të ketë të bëjë me një të kaluar në çift, mund të ketë të bëjë me një çështje gjyqësore, mund të ketë të bëjë me një çështje notariale, mund të ketë të bëjë me një çfarëdo gjë, pra që pritet të ketë një fund të caktuar, të mbaroj këtu njëherë për gjithmonë, pra mbyllni një fazë, mbyllni një kapitull dhe jeni gati për të nisur një kapitull të ri në jetën tuaj. Tani këtu përjashtoj gjithçka ju thash deri më tani, duhet të flasim edhe për sa i përket shëndetit tuaj, nëse se ditën e mërkur keni lënë një ndërhyrje kirurgjikale për ta kryer, atëherë themi se ju del për mirë, do të thënë nuk ju del për keq. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e gëzohemi gjithë bashk, arrim një sukses shumë të madh, ju që punoni në grup ose jeni pjesë e një skuadre pune, duket se ju pret një sukses shumë i madh, do gëzoni për një sukses që keni gjithmonë në grup si individ. Ju që prisni dokumenta duket se i merrni. Juve që jeni studenta duket se dilni shumë mirë me studimet tuaja. Ju që prisni të bëni pjesë e një komuniteti, të pranojeni në një klub, të pranojeni në një skuadër, të pranojeni në një grupim të caktuar shoqëror, kulturore me radhë, duket se ja dilni, por ju që jeni artista, them se keni ose ju që jeni artista ose që jeni para ekranit, jeni domethënë pak a shumë personazhe publik, duket se ju pret një sukses shumë i madh dhe nuk e di domethënë është egzaltimi, nuk di ku të vemi më lart se kaq, por dhe ju që nuk jeni kaq lart, duket se ju jepet mundësia të krijoni famë, të bëheni të famshëm. Ditën e enjte, në përgjithësi le të themi, është moment shumë i bukur jetës tuaj, vjen njoja, vjen suksesi, vjen statusi, të gjitha këto së bashku. Tani, nuk përjashtoj edhe një fejes, një propozim për fejesë, aty domethënë, ose dikush t'ju vinë në shtëpi t'ju kërkoj, si themi ne, shqip.
Kështu që kjo ishte dita e inte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që të kujdesemi për të tjerët apo tjerët i lejoni të kujdesen për ju. Është një ditë që e duam njëri tjetrin dhe nuk ka për të munguar dashuria dhe përkujdesja e të tjerëve kundrejt jush, por as e juaja kundrejt të tjerëve. Pra është një ditë që japim dhe marrim dashuri dhe ndjehemi të plot. Ndjehemi shumë bukur për sa i përket kësaj gjëje. Për sa i përket ditës së shtunë, ju që keni mbyllur pushimet, shkoni me pushime dhe jeni në rregull, ose mbase ndoshta jeni duke menduar se ku do të udhëtoni së shpejti, pra po mendoni për udhëtime dhe mbase ndoshta prini dhe biletën, por që çdo shteti ju pret një udhëtim në mos ditën e shtunë shpejt në kohë. Dhe për sa i përket ditës së diel, kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me mjetin tuaj ose me pajisje teknologjie, komunikimi, bëni kujdes me to. Çekojini, shikoni, mund të kenë ndonjë problem, që të mos bëhet problemi i madh, mundoni ta zgjidhni ditën e diel. Pra ka diçka që nuk shkon me mjetin tuaj ose me ndonjë pajisje që e keni në shtëpi, por që sido që të jetë, ja gjeni zgjidhjen së shpejti, nuk është ndonjë problem i madh shumë. Përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e cila po sjell mundësi, sigurisht që sjell mundësi. Shfrytëzimi, mund të shfrytëzoni për të menduar për një udhëtim të largët, për të zgjidhur çështje ligjore gjyqësore, ose mund të merrni një lajm nëse ju lik puna me gjyqe, ligje, vendimarrja, vendimmarrja që ka lidhje përsëri me këto gjëra, domethënë vendimmarrja ose me komunikimin e një vendimi që është marrë përsëri në rrugë ligjore kundrejt jush ose kundrejt personit të rëndësishëm për ju, që mbase ka problem me ligjin, për çështje që ka lidhje me reklamën, me media, që ka lidhje me arsimin, që ka lidhje me studimet, me filozofinë e jetës tuaj në vija të përgjithshme, duket se është një apo do jetë një javë e rëndësishme me këtë hënën e re në shenjën e Gafores. Nuk them se do jetë një fillim ose një filozofi që pritet bukur dhe mirë, diçka do ndodhi para se të ndryshoni mendimet e ju në lidhje me mënyrën se si funksionojnë gjërat, por që prap pavarësisht të komplikacioneve, them se çdo gjë përsëri mirë ka për të shkuar. Them. Tani, në vija të përgjithshme këto janë, përsa i përket kësaj jave do shikojmë në analitike tani. Juve nëse dëshironi të rezervoni takimin tuaj në privat, nuk hezitoni, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640. Po jetë dakord. 069 640 2290. Tani, përsa i përket për udhëtime folëm apo jo. Pra dita e hënë është një ditë që diskutoni për udhëtime të largëta, nuk janë thjesht udhëtime këtu me aty. Janë të largëta, mund të lidhi puna me to, ndoshta po mendoni të zgjeroheni diku jashtë shtetit, apo të lidhni bashkëpunime apo investime, të gjeni investitor të huaj në punën tuaj. Sido që të jetë, domethënë, këto qasje ka dita e nesërme, sigurisht nëse shfrytëzoni siç duhet, ju del me shumë sukses të madh, dhe po një pjesë e mirë e juaj edhe mund të ikin për mos të kthyer më. Pra mund të vendosni të shkoni, të punoni, të jetoni diku jashtë shtetit ditën e martë pasi u është bërë një propozim i tillë. Përsa i përket ditës së martë, kujdes çfarëdo gjëje ju ofrohet lehtë. Çfarëdo gjë ju propozohet si e madhe, pompoze, që shkëlqen shumë, me fjalë të mëdha, me premtime të mëdha, evitojeni. Sikur të takoni persona që janë të jetë premtues, le të kenë një far statusi, le të kenë një far imazh, le të kenë një far emri. Ndoshta janë ato momente jetës së tyre që kanë rënë, po ju thjesht nuk e dini, nuk jeni në dieni të kësaj gjëje. Mund të lidhi puna për shembull me një investitor shumë të madh që ka qenë i madh, por që nuk është më, ka falimentuar dhe nuk e dini. Dhe thjesht emri ju bën një farë sigurie, por që siguria është e rebe. Kështu që ju mora një shembull. Në përgjithësi pra bëni kujdes me ditën e martë, jo çfarëdo gjë ju premtohet është ashtu sikur se ju premtohet, dhe po është një ditë me rrezikshmëri shumë të lartë, pasi mbart me vete hijen e mashtrimit, të gënjeshtës, të manipulimit. Bëni shumë kujdes, në mos të çështje ekonomiko-financiare, po dhe në dashuri vlen e njëjta gjë. Dhe në përgjithësi për çfarëdo lloj informacioni ju komunikohet, do t'ju çekojeni përpara ta përcjellni, mund të dilni ju të këqijtë e historisë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që ju meshkujt veproni si të doni, keni mundësinë të ecni përpara si ta keni qefin ju, nuk keni pengesa, nuk keni vështirësi, mund të arrini çfarëdo objektiv të doni, sidomos juve që jeni sipërmarrës
të rinj, po nisni një biznes të rinj, një aktivitet të ri tani do ju eci më së miri, me sa duket këtu. Ju që jeni femra dhe jeni vetëm, duket se do keni një lojë shumë të rëndësishme me një person premtues ditën e mërkur, dhe në përgjithësi le të themi që mashkulli që po prisnit ja ku është. Ju që jeni në një marrëdhënie ekzistuese, ka shumë gjasa që të diskutoni që këtë marrëdhënie ta çoni hapa më tej. Gjithashtu bëhet fjalë për bashkëpunime shumë të rëndësishme, si të jeni meshkuj dhe femra, ndaj të cilave mund të përfitoni ditën e mërkur. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita që sjell investitor, sjell mbështetës ekonomiko-financiare në jetën tuaj, sjell mundësinë e marrjes së një kredie ose të zgjidhjes së një çështje ekonomiko-financiare përmes ndihmës së palëve të treta. Keni mundësi të shlyeni një borxh ose keni mundësi të financueni sikur se thash nga dikush, ose t'ju kthehen borxhin nëse ju kanë, kështu që përsa i përket transaksioneve, përsa i përket lëvizjeve që kanë lidhje me paran, me banka, me furnitor, me investitor, me gjëra të tilla, duket se ju ecën shumë mirë dita e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është momenti më saktë të korim ato që ka kemi mbjell para një viti, ose s'ta thosh ato që nisën vjeshtën e kaluar, duket se keni mundësin ti shijoni tani, pikërisht tani. Kështu që kjo është dhe dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ose ju merrni vesh që jeni shtatzëna dhe gëzoheni pa mas, ose merrni vesh që bashortja juaj është shtatzan dhe bëni prindër, gjë e madhe kjo, ose do gëzoni shumë për këtë lagj do merrni, dhe që ka lidhje me një person që mbase mezi e priste këtë gjë, dhe tani që po ndodh, jeni edhe ju ata që gëzoheni jashtë mase për këtë gjë. Pra, dikush është në prindje të ëmbël ditën e shtunë, ose jeni ju, ose është një person juaj i dashur, ose do jetë njësoj do gëzoheni, do kënaqeni. Përsa i përket ditës së diel, do më bëni shumë kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me vese, me çfarëdo gjë ju çon në ves, me çfarëdo gjë ju tundon, me çfarëdo gjë është një zakon i keq dhe duhet ta hiqni nga jeta juaj. Shumë mund të vendosni të hiqni dorë nga alkooli, shumë të vendosni të hiqni dorë nga ushqimi i keq. Shumë mund të doni të nisni një palestër, një mënyrë të re ushqyerje, një stil të rijetese, sikur se thash, të hiqni dorë nga duhani. Ka nga ata prej jush që edhe mund të mos i ketë gjitha këto, por të kthehen në vezë, mund të ishte çudi. Megjithatë, është qartë mesazhi, hiqni dorë nga vesi edhe krijoni një jetë më të shëndetshme dhe zakone më të shëndetshme në jetën tuaj. Përshëndetje, shenjë shigjetari, dhe ja ku jeni përsëri këtu me mua në Zodiac Oracle për të parë dhe njërë në analizuar këtë javë të re. Për shenjën tuaj që normalisht sjell mundësi për të parë se çfarë do të bëni me çështje financash, investimesh, marrje huash, transaksione, çfarë të themi tjetër. Ndoshta marrja e kredit nëse ju intereson kjo gjë, çfarëdo gjë ka të bëjë me heqje qafe të tendencave të këqija negative, të hequr dorë nga vesi, të kuptuar se çfarë është më mira për ju, të kuptuar se cilat janë marrëdhëniet e shëndetshme realisht për ju, ndoshta të zbuloni një tradhti që ju është bërë, domethënë edhe aty pastaj ndryshoj komplet jeta juaj, por që në vija të përgjithshme le të themi që është një moment ky i kësaj jave që jemi në ndikimin e një hëne të re, e cila ka këtu tipare për shenjën tuaj, pra jep mundësi të keni një nismë të re në këto çështje që ju thash, nuk do jetë e lehtë, por që sido që të jetë mundësia për të sjellë diçka të re, do të jetë, domethënë. Kjo është e rëndësishmja. Tani për të ditur më shumë rreth vetes tuaj, moment aktual se ku jeni, çfarë do bëni, ku do jeni me jetën tuaj, shumë mirë mund të rezervoni takimin tuaj në privat, duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe dita e hënë nis për ju me mundësinë e kapjes së një mundësie. Do të thonë dita e hënë sjell me të vërtet pafundësi mundësish të cilat mund të shfrytëzoni në favorin tuaj. Shumë prej tyre kanë atë natyrën e pritshmërive tuaja, pra e kapni atë peshkun që kërkoni prej kohës të kapni, vetëm kujdes mos ju zëri ajo gryksia pastaj, e tipit, po kjo është e sigurt, e kam tani të sigurt unë edhe kërkoj diçka më shumë. Jo. Çfarë lloji mundësie është kjo që vjen në jetën tuaj ditën e hënë? Ka të bëjë me financat, ka të bëjë me një person që vjen në jetën tuaj, ka të bëjë me karrierën tuaj, ka të bëjë me një mundësi financiare, çfarëdo gjë qoftë, suport ekonomiko-financiar, çfarëdo gjë qoftë, shfrytëzojeni, se çfarë do vi pastaj tjetër më vonë është tjetër gjë. Por shfrytëzoni momentin tuaj ditën e hënë. Aty fillon çdo gjë dhe pastaj
ku t'ju çoj, për më mirë do jetë. Përsa i përket ditës së martë, dëgjoni këshillat e më të diturve, me atyre me më shumë përvojë që kanë kaluar më shumë dhe dinë më shumë se ju, mos u bëni arrogant përsa i përket përcjelljes së informacionit që merrni nga të tjerët, madje ju thoni faleminderit që po ju këshillojnë, ama në qoftë se shikoni se dikush po e përdor këtë peshën e viteve mbi supet e veta për t'ju manipuluar dhe për treguar se ju jeni më pak dhe ata janë më shumë, atëherë mos e lejoni. Aty po mund të ngrini kokë. Shumë prej jush ndoshta ditën e marrë shpëtoni nga autoriteti një individi në jetën tuaj që nuk ka qenë tamam dashamirës kundrejt jush. Me thënë nuk është se ka dashur me se s'bën të mirën tuaj. Dhe ky mund të jetë një partner jete, mund të jetë një epror, mund të jetë një mentor, mund të jetë çfarëdo gjë që baba që ka dashur t'ju drejtojë jetën, por që me sa duket shkëputeni nga autoriteti i këtij personi pikërisht ditën e martë. Ose nëse keni pas probleme me shtetin dhe autoritetet e shtetit, duket se ja dilni të shpëtoni ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë që ju kujton dhe njerëz se problemet janë ende aty sepse ju nuk doni të pozicionoheni siç duhet. Evitoni të pranoni pikërisht ato probleme që janë aty. Janë në çift, janë ekonomi në financa, janë beset tuaja që ju çojnë gjithmonë në destruksion, janë probleme ndoshta me shëndetin tuaj që ju nuk doni t'i pranoni që janë aty, pra për çfarëdo problemi që nuk doni ta pranoni se ekziston, është ekzistent në jetën tuaj. Dhe se nëse nuk angazhoni seriozisht me atë për ta zgjidhur, nuk keni për të pasur zgjidhje, atëherë ja kjo është situata, do vuani pafundësisht. Kjo është letra e kaosit, është letra e humbjeve, është letra e mundimeve, është letra e sëmundjeve që kthehen në kronike, është ajo letër që tregon se marrëdhëniet janë toksike dhe nuk mund të ndryshojnë nëse ju nuk pozicionoheni, është letra e vjedhjes, e shfrytëzimit nga individ caktuar në jetën tuaj. Kështu që bëni kujdes me situata të tilla ditën e mërkurë. Është ajo që u thash. Banesa e 8 ka të bëjë me të tilla situata. Do të thonë të përballë me vesin dhe të bën të kuptosh që po humbet shumë sepse ke një ves dhe duhet ta pranosh që e ke pa taj që shqafe. Është një ditë që ju ndihmon të kuptoni se ndoshta një person po ju tradhton vërtet, do të thonë me të vërtet nuk është personi i duhur për ju dhe hapni syt e gjëra të tilla pastaj përsëri me radhë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që mbyllni, detyrojeni të mbyllni një cikël të gjerë të gjatë të jetës tuaj, zakonisht ky është 10 vjeçar, por në raste të caktuara është edhe 1 vjeçar, varet se ku e gjeni veten, çfarë realisht po ndodh në jetën tuaj, sido që të jetë mbyllet një cikël për t'u hapur një cikël i ri. Sigurisht nuk mund ta dini se ku e ardhmja po ju çon, rëndësi ka më që kemi një të ardhme. Dhe rëndësi ka që nuk do të jeni më në situata siç keni qenë, por do ndryshojë çdo gjë për ju. Pra, çdo gjë është e mundur, çdo gjë është e arritshme, rëndësi ka që nisi procesi, se ku do ju çojë atë e vendosni ju, ama më këtim pas nuk mund të ketë. Dhe këtë gjë kuptoni pikërisht ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që më në fund e ktheni vëmendjen nga vetja juaj, shikoni se sa shumë vleni dhe sa ku keni humbur, duke mos i atribuar vetes ato meritat që keni, kështu që po, duke qenë se arrini më në fund të shikoni se kush jeni dhe sa vleni, keni dhe mundësinë pritshmëritë tuaja t'i vendosni sipas vlerave tuaja. Kështu që do kërkoni më shumë nga vetja dhe nga të tjerët pikërisht sepse kuptoni se vleni edhe më shumë. Kjo ishte premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë kujdes shëndetin sepse më duket se po e teproni edhe ju çik me çështje shëndetësore dhe u thash edhe pak më përpara. Mirë është do gjë në jetën tonë, por dhe duhet të kemi kujdes me shëndetin tonë sepse pse jo. Është fundja është gjë kryesore. Dhe përsa i përket ditës së diel, sigurisht ju thash që bëhet fjalë për mbylljen e një cikli dhe fillime të reja në jetën tuaj, dhe këtu ka dorë sigurisht karma, fati, mundësitë të gjitha me radhë. Pra mbaron diçka për të filluar diçka e re. Mbaron pra ditën e premte dhe me sa duket finalizohet ditën e diel. Është vetë e qartë dhe e pranueshme e thellë dhe nuk ka ku të vejmë, domethënë, është e padiskutueshme. Përshëndetje që një dashur e Briciapit, me të vërtetë e dashur, ju të jeni që të dytë, jeni shumë të dashur. Tjerë pastaj, ashtu. Sido që të jetë, jeni ndër shenjat që shumë do donin vërtet të ishin shenja e Briciapit, parë se nuk e pranojnë, është një shenjë aq e fortë, në qoftë se ka, janë shumë të pakta shenjat të cilat sado që të bien, do ngrihen më të forta se kur. Një prej tyre është Briciapi. Briciapi sado të bjeri, gjithmonë do ngrihet më i fortë. Ky është Briciapi. Dhe mos u ngatroni kur me i Briciap, se do e pësoni gjoni mua. Dhe është nga ato pësime që
të kushtojnë një të tërë pastaj. Kështu që ky është bricjapi im i dashur bricjap, këtë javë keni një hënë të re që ju ndikon, është në shenjën e gafores, shumë e rëndësishme, ndikon në marrëdhëniet tuaja në vjet të përgjithshme, çështje që kanë lidhje me kontrata dhe në shkrim me kontrata të rëndësishme me armiqt tuaj në vija të përgjithshme e me radhë, le të themi që sado që të mundohet dikush t'ju pengoj, të mos arrini ju qëllimin e objektivave tuaja në familje, në karrierë, në kudo, sa do të mundohet, nuk besoj se ka për t'ja dalë. Në fund do ja dilni ju, do fitoni ju në fund të fundit, pra fati ju do. Nëse si do që t'jetë për më shumë dhe për në mënyrë më analitike dhe personale, sigurisht që mund të rezervoni takimin tuaj në privat, duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 620 2290. Tani, për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë vjen me të kuptuarit se nuk ka asgjë që nuk ka shkuar në jetën tuaj, çdo që ka qenë shumë mirë e bukur, keni qenë ju ata të cilët keni dashur të besoni gjëra të caktuara, individ të caktuar dhe të bllokoni veten tuaj. Pra, gjitha ato bllokesë që keni pas, psikologjike, emotive, fizike, ekonomiko-financiare, në dashuri, kudo ka qenë thjesht e krijuar në mendjen tuaj. E keni besuar se të jetë e tillë dhe thjesht jeni manipuluar pikërisht për kësaj ndjesie ose perceptimi. Ajo çka kuptoni ditën e hënë është se vetë keni pas në dorë që në fillim të shpëtoni veten tuaj, por nuk keni dashur ju ta bëni, dhe se ka tani momenti pikërisht të arrini këtë gjë. Pra, bëni paqe me veten tuaj ditën e hënë dhe shpëtoni veten tuaj nga vetë manipulimi që i keni bërë vetes. E shikoni realitetin për atë çka është dhe gjeni zgjidhje në probleme që mendoni se ishin të pasgjithshme. Edhe përsa i përket shëndetit dhe në njëjta gjë. Dhe përsa i përket financave dhe përsa i përket çfarëdo gjë tjetër. Përsa i përket ditës së martë, aman të keqja kur det kjo letër natë. Nëse do të thotë që këtu mbyllet diçka përfundimisht. Pra mbaron një kapitull shumë i gjerë dhe i gjatë 13 vjeçar i jetës tuaj, pikërisht këtu, me një marrëdhënie që kuecën më mbaron, me një bashkëpunim që mbaron, me një cikël 13 vjeçar të jetës tuaj me çfarëdo gjërash që humbët, mbaruan, përfunduan dhe nuk do vazhdojnë më në këtë ciklin e ri që po vjen dhe po zhvillohet para syve tuaj. Pra këtu e mbylli me çfarëdo gjë të dështuar, me çfarëdo gjë të mbaruar, që s'mund të përsëritet më dhe shpëtohet. Dhe më në fund shpëtuat që shurëzot. Thanë që s'do merrni vesh se dikush vdiq u largua nga kjo jetë, sepse i erdhi ora dhe shpëtoi zi njeri, sepse ka vuajtur shumë, kështu që nuk keni pse të mërziteni, edhe ju fundjavë do thoni më miq që ndodhi kështu sepse nuk e meritonte të jetonte atë jetë që jetonte, pa fjalë, si ishte jetë. Okej, atëherë, për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është një ditë e cila vjen me vështirësi, vjen me bllokesa, vjen me përpjekje për të arritur një qëllim i cili do të jetë shumë i vështirë për t'u arritur. Në fund do ja dilni, por që do ju mbetet ajo shija e ta dia kështu do i kisha hyrë fare kësaj pune. Por që rëndësi ka që pavarësisht vështirësive, pavarësisht bllokesave, pavarësisht pengesave, në fund arrihet ajo gjë që doni të arrini. Thjesht nuk do e shijoni dot. Kjo është ideja. Për sa i përket ditës së enjte, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë që ju jep një mundësi të dytë në jetë. Një mundësi të dytë përsa i përket një dashurie të re, një mundësi të dytë përsa i përket një karriere, çështje karriere që do të çoni përpara, një mundësi të dytë për çfarëdo gjë mendoni se keni nevojë për këtë mundësi në jetën tuaj. Por ju jep edhe një mundësi shumë të rëndësishme të dytë përsa i përket arritjes së një shtatzanie që për ju ka qenë problem i madh. Tani, kjo është një mundësi e cila ju jepet, ju ofrohet edhe një herë për çfarëdo lloj çështjesh dhe situatash të ndodhura në jetën tuaj, ku ju keni nevojë për një rifillim, që mund të jetë një marrëdhënie në çift që ka pas probleme, por nuk ka mundësi tjetër përveç kësaj. Kështu që bëni shumë kujdes, trajtojeni mirë, merreni shumë seriozisht sepse pas kësaj nuk ka më. Pra kjo është mundësia juaj e fundit për të realizuar diçka në lidhje me ato çështje që ju thash. Kjo është e njëjta. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është në ndikimin e Venusit të Venerës dhe në fakt kështu është, edhe vetë si ditë i takon afërditës e premtja, është një ditë shumë e bukur për sa i përket dashurisë, sjell një person të ri në jetën tuaj, ju stabilizon në jetën personale, domethënë ju bën të kuptoni që e gjetët më në fund personin e jetës tuaj, është aty, do qëndroj aty, do ju mbështesë gjithmonë. Në çështje që kanë lidhje me kontrata të rëndësishme, me natyrë ekonomiko-financiare, gjërat ju ecin shumë mirë, dhe në përgjithësi, për sa i përket dashurisë, financave dhe në përgjithësi
të shijuarit të jetës, të ndjerit përsëri të bukur, të vlefshëm, me vetbesim të lartë, ja ku e keni dhe shumë bukur ju vjen. Tani premtime dashurie do dëgjoni sigurisht, por ka dhe shumë gjasa që këto premtime të jenë reale, të vërteta. Nëse ju propozohet diçka, gjithmonë përsa i përket dashurisë, fejes, apo çfarë do bashkëpunim, fejes, martesë, nuk e di se çfarë, sigurisht që thoni po. Përsa i përket pastaj ditës së mështun, duke shumë qartë që duhet të merrni një farë vendimi, përsa i përket jetës tuaj prej këtij në vazhdim, nuk ka më këtim pas këtij vendimi, është përfundimtar dhe do ju ndihmoj shumë kjo gjë që të edhe të shëroheni dhe të bëni paqe me veten dhe të mund të ktheni një faqe të re në jetën tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, mbani larg çdo person që është narcist, i keq, negativ në jetën tuaj, nuk keni më nevojë për këta individ, nuk keni pse ju intereson më se si këta do përkthejnë suksesin tuaj, pra nuk e nevojë të bini më në sute këtyre apo t'i bëni të vuajnë, sepse këta nuk din të vuajnë, nuk e kanë këtë perceptimi që mendoni ju. Kështu që sido që të jetë, qëndroni lart këtyre individëve ditën e diel dhe gëzoni me sukseset që ju presin, pavarësisht se çfarë mendimi mund të kenë këta, por nëse këta do lëndohen apo do nuk ka lidhje, nuk ju intereson, vazhdoni përpara dhe jeni të lumtur. Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë me hënë të re në shenjën e Gafores, çështje shëndeti, çështje përditshmërie, çështje rutine, çështje pune, çështje përmirësimi të kushteve të punës, apo ideja për të nisur një punë të re, apo për të sjellë pak fitness në jetën tuaj, gjëra të tilla më pak fjalë në vija të përgjithshme, edhe shumë më shumë se kaq, por që do flasim në parashikimet të detajuara për sa i përket kësaj hënës së re, nisin gjërat ose kanë tendencën për të nisur gjëra të reja, por që gjithmonë me një farë vështirësie, me një hap para, dy hapa pas, por që në fund arrihet objektivi. Kjo është e rëndësishmja, por që për çështje pune se jeni të interesuar, duket se diçka arrihet brenda kësaj jave. Tani për më shumë sigurisht më shkruani në WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj në privat. Dhe përsa i përket ditës së hënë, po sigurisht jemi nostalgjik, ka si bëhet fjalë që jemi nostalgjik dhe si të thuash duam gjëra të sjellim në jetën tonë, por që gjithmonë i masim ato gjërat e reja me gjërat e vjetra apo jo. Kjo mund t'ju ndihmoj vetëm nëse shihni nga një prizëm i caktuar, të tipit ishte jo çdo gjë e keqe, ishte edhe e bukur, tani le të mbajmë gjërat e mira, ta zgjesojmë gjërat e këqija dhe të mund të ecim, të përdorim ato për të ecur përpara dhe për të pasur më shumë sukses. Pra përdorni ndjesitë që keni në lidhje me individ, persona, të kaluarën tuaj, fëmijërin tuaj, pse jo, për të sjellë po të njëjtat tiparë në jetën tuaj, por të përmirësuara, okay? Kështu që nostalgjia ka për t'ju ndihmuar për të krijuar një realitet të ri, të kujtuarit asaj çka ishte, ju ndihmon të krijoni një realitet të ri në jetën tuaj pikërisht ditën e hënë, por që do të jeni shumë nostalgjik ditën e hënë, përsa i përket të kaluarës. Përsa i përket ditës së martë, sigurisht që arrihet objektivi juaj ose objektivi juaj e arrin realizimin e vet, por që do ju duhet një farë kohe për të arritur këtë gjë. Është i sigurt, është 100% i sigurt realizimi, thjesht është çështje kohe dhe mund të marrë që nga 2 javë gjysmë deri në 2 muaj e gjysmë që të realizohet pikërisht kjo gjë. Ose nëse ndajmë 2 faza, do thosha që pjesa e parë e realizimit vjen pas 2 javësh e gjysmë, çelë drita jeshile dhe pastaj duhet të mbaroj gjithë procesi 2 muaj e gjysmë që të shkoni atje ku doni të shkoni me këtë lloj realizimi. Por që arrihet në 100%. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është ditë që favorizon shumë financat, dashurinë, shëndetin, çështje ligjore gjyqësore ose çështje që ju lidhin me shtetin në përgjithësi dhe me autoritetet e shtetit. Çfarëdo gjë ka të bëjë me përditshmërinë tuaj dhe që vjen me një farë rutine dhe angazhime të mëdha në jetën e përditshme, duket se ju ecin mirë. Unë do ju jap vetëm një këshill, rezistoni përsa i përket ditës së mërkur, ka shumë trysni dhe ka shumë angazhime si ditë, por në fund vjen me një shpërblim shumë të madh. Tani për çështje konkrete, ligjore, gjyqësore, administrative, ekonomiko-financiare, nëse doni të nënshkruani kontratë, çështje dashurie, po e thash ka sfida si ditë, por në fund arrihet ajo çka doni dhe keni dëshirë të arrini. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju tregon se ka ardhur momenti të ecni përpara. Pra, me çfarëdo gjë arrihet ditën e mërkur, ecni përpara me të ditën e enjte, pra idhni hapa drejt së ardhmes, nisni objektiva të reja dhe shkoni drejt realizimit të tyre. Këtu më tepër synojmë
gushtin, por edhe vjeshtën, do me thënë gusht, ator, tetor, deri në dhjetor. Është kjo periudhë, po është një hap i guximshëm, le të themi që po idhi tani, por që do ju dali me shumë sukses për të gjë të jeni të sigurt. Tani për sa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë me kimi të reqe të lartë. Në dashuri sidomos, pasion të lartë, shijojeni se të jeni në çift, po dhe sikur të jeni në njohje të reja, thjesht mos e teproni, ju lutem shumë. Është një ditë për ta shijuar, kështu që shijojeni në maksimum. Për sa i përket, ama kujdesën, mos ju marri koka ajër, sepse kemi probleme pastaj. Dhe kujdes se, sidomos juve që jeni në një marrëdhënie ekzistente, një marrëdhënie e cila ka qëndruar dhe ka rezistuar në kohë, mos ta prishteni në të mitin e sekondit me një person që shfaqet papritur në jetën tuaj, ju egzalton se s'ka ku të bëjmë, ama ju bën të humbisni kontrollin. Favorizon që të ktheheni përsëri tek personi i zemrës tuaj, jetës tuaj, nëse keni pas probleme, po, unë do thosha më tepër fokusoni tek kjo gjë. Tani për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një po e madhe, që do të thotë çdo lloj gjë që kërkoni të realizoni është e realizueshme ditën e shtunë, çfarë do lloj gjë që do kërkoni do ju thuhet po, kështu që hartoni, mendoni çfarë do kërkoni. Dhe përsa i përket ditës së diel, thjesht jepini kohë gjërave të mëdha të vinë në jetën tuaj, çdo gjë ka kohën e vet. Keni hyrë, jeni bërë pjesë e këtij procesi, thjesht është çështje kohe. Keni besim tek gjithë procesi se si ka nisur dhe si po shkon, dhe çdo gjë ka për të qenë e juaja. Përshëndetje më të dashurit e zodiakut edhe më të vuajturit e zodiakut për momentin që jeni juve shenja e peshqve. Mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, si çdo javë jemi këtu për të analizuar së bashku dhe për të parë tiparet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila ju vjen me një hënë të re në shenjën e Gafores, favorizon shumë njohje të reja, punë krijuese, fëmijët, të kënaqeni me jetën, të argëtoheni, ose të paktën të dëshirë do keni, të dini të argëtoheni, të takoni individ të rinj, të arrini ëndra objektiva, ju qeni artista të realizoni një projekt që do të realizoni, ta mbyllni tani, nuk po them se do jetë 100% lehtë për të arritur kjo gjë, por që sido që të jetë arrijet dhe arrijet bukur, pra ajo çka kërkoni më në fund të realizoni, do realizohet. Sido që të jetë, për çfarë do gjëje ju intereson të dini në plan personal dhe vetëm personal, shumë mirë mund të rezervoni takimin tuaj në privat duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe nis dita e hënë me bravo, dashuri të reja, njohje, dashuri të reja, flirt, siç u thash, banesa e 5, këto gjëra ka, dashuri të reja, njohje të reja, kënaqemi me jetën, dalim, argëtohemi, bëhemi pjesë e aktiviteteve kulturore dhe jo vetëm, por që po dita e hënë sjell individ të rinj në jetën tuaj, do me të vërtet shijojeni sepse do ja vlejti shijoni. Nuk do ju them, nuk mund të di se sa do zgjasi, por sido që të jetë, keni mundësinë ta shijoni këtë njohje të re, këtë dashuri të re që vjen në jetën tuaj, nëse keni pas probleme në çift, keni mundësi të rikuperoni. Tani përsa i përket ditës së martë, nuk keni pse u mbisni më shumë kohë, boll kohë keni humbur, përsa i përket realizimit të një objektivi ose të një ëndre, nëse nuk është realizuar akoma, është faji juaj që thjesht nuk keni kapur momentin, dhe me sa duket momenti përsëri po ju vjen, po ju po hezitoni. Kështu që mos u mbisni më shumë kohë, po ju them, po ju ikën koha edhe pa kohë ka mbetur, çfarë do gjë duhet të realizoni, merreni dhe realizoni. Çfarë do lloj vendimi duhet ta merrni, merreni, dhe çfarë do lloj gjëje duhet të mbyllni, të mbaroni me të, mbarojeni, ndajeni mendjen dhe merrni një vendim. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që duhet të bëni shumë kujdes nga armiqt. Dhe këta janë armiq të bukur, janë armiq që këtej të, sa thuash, këtej para syve të murin dhe këtej prapa shpine të godasin me 1000 thika. Kështu që po bëni kujdes me persona që ju janë vënë nga pas, duan të dinë për ju, duket sikur po ju spionojnë, duket sikur po duan të përdorin suksesin tuaj duke përdorur si të ishte suksesi tyre, janë persona dinak, kështu që me të vërtet bëni kujdes, janë armiq të cilët nuk mund t'i merrni kështu kollaj dhe t'i kaloni, sepse vërtet që krijojnë probleme. Mundohuni të jeni po të zgjuar sakta, mësoni nga loja e tyre dhe merruani në kthes aty po. Do thënë aty do i thosha bravo ju qoftë që ja dolët kështu. Dhe ç'është e vërteta për shenjën tuaj, kjo gjë vlen, sepse deri dje i treguar shumë të mirë. Ka moment tani tregoni që edhe ju dini të bëheni të qinj, edhe ju dini ta luani lojë ndryshe. Dhe dita e mërkur do ja japi këtë mundësi për të përballeni me individ të tillë.
Tani përsa i përket ditës së ejte, dita ejte është një ditë që ju lof, domethënë është një ditë pune, është ditë rutine, është një ditë që ka shumë përpjekje për të realizuar një objektiv që me sa duket nuk po arrihet, domethënë në përgjithësi do të jeni çik të lodhur ose të acaruar ditën e premte me çështje përditshmërie, rutine, situata të cilat nuk po ndryshojnë jetën tuaj, jo se dhe ju po përpiqeni, duhet të përpiqeni edhe ju më shumë për të arritur ndryshimin, por që në përgjithësi nuk po ju pëlqen situata, domethënë po ju lëf. Kjo është ideja. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që jeni në përputhje të plot me fatin tuaj, karmën tuaj dhe realizimin tuaj si individ. Kështu që duket se një ndër po e realizoni ditën e premte, duket se e arritët qëllimin tuaj, domethënë është karma, është realizimi, sikur se tash është arritja e objektivit në këtë jetë, është përmbushja e fatit, duke qenë se nodhuset e hënës i përfaqësojnë pikërisht të gjë, ndodhen në aksin vegjëresh peshk, atëherë shumë prej jush duket se po ja dini të realizoni qëllimet e jetës tuaj ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë tregon se jeta juaj është transformuar, përkon me atë ditën e premte, sikur se po i thosha, pra u arrit qëllimi final, ndryshoi komplet jeta juaj, ndoshta për disa prej jush jeni akoma brenda këtij procesi, por që në vija të përgjithshme ka nisur, është këtu, do të përfundojë një ditë për të gjithë juve që edhe s'ka përfunduar, por që kjo është letra e transformimit, e ndryshimit. Jeni ndryshe tani, ndryshe çdo gjë në jetën tuaj, e keni mbyllur një kapitull dhe po nisni një kapitull të ri, pra një fillim i ri është duke ardhur drejt jush dhe shijojeni. Përsa i përket ditës së diel, shumë prej jush do ndani mendjen e para se nga do anoni, si natyrë, fa apo më, ta kuptoni tamam, siç e tregon dhe letra këtu. Pra disa prej jush nuk e keni ndarë akoma mendjen, nuk jam pozicionuar kur përsa e përket kësaj letre në mënyrë si po pozicionohem sot, por duke qenë se kjo është pjesë e realitetit ton, po shumë prej jush se keni ndarë edhe mendjen nga anoni, femër a mashkull. Shumë prej jush mund ta ndani mendjen shumë i rebukur ditën e diel përsa i përket kësaj gjëje, madje jo vetëm ta ndani mendjen, por dhe t'ua komunikoni të tjerëve haptazi që shiko se unë ky jam ose kjo jam dhe nuk duhet të dëgjoj më asnjë gjë. Përsa i përket pastaj marrëdhënieve në çift, duket se një person me të cilin jeni se ka ndarë mendjen se do apo s'do realisht të jetë me ju, apo me një person tjetër me të cilin është njëkohësisht. Ose mund të jeni ju në një dilemë të tillë dhe duhet të ndani mendjen. Tek shumë mbyllet java edhe për ju.